Në Kosovë, ekspertët e ekonomisë thonë se 2014 është duke trashëguar disa nga sfidat e rënda me cilat është përballur ekonomia e Kosovës. Ata nënvizojnë se vendosja e sundimit të ligjit që nënkupton luftën kundër korrupsionit, vazhdimi i përmirësimit të mjedisit, të bëri biznes dhe zbutja e papunësisë dhe varfërisë në vend, janë sfidat që e presin Kosovën, e cila po përballet me një ngadalësim të rritjes ekonomike. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Sheu. Ekspertë e ekonomisë në Kosovë thonë se ky vit ka filluar me sfida të rënda ekonomike, një pjesë të cilave do të bartën edhe gjatë viteve në vijim. Ata veçojnë faktin se vendi është duke u përballur me sfida politike të cilat kanë pasojë për të ardhmen ekonomike të vendit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thotë se ekonomia e vendit gjatë 6 muajve të fundit ka pësuar rënje në shumë drejtime, që nga rënja e investimeve të huaja deri te largimi i kapitalit vendor drejt vendeve të rajonit. Dhe tëra kjo do të reflektohet edhe në shkallën e punësimit. Ju e dini fare mirë që kemi ngritje të çmimeve, ju e dini fare mirë që do thotë aspekti social është mjaft i tensionuar dhe e tëra kjo e dëshmon vërtet që në aspektin ekonomik Kosovën e presin sfida të shumta. Zoti Gërgjaliu numëron disa nga sfidat me të cilat po përballen bizneset në vend. Bariera e parë është burokracia, e dyta është korrupsioni, e treta është rramja e fuqisë blerëse, por mbi të gjitha është do thotë çësia në alternativa për të mbështetur biznesin financiare. Ju e dini që kreditja është shumë të larta dhe në këtë drejtim vërtet biznesi është shumë më tepër në funksion të bankave sesa në funksion të zhvillimit dhe të zgjerimit, por duhet kuptohet që krahas do thotë mundësisë së mbështetjes, sektori privat në Kosovë ka nevojë edhe për mbrojtje nga konkurenca informale dhe ekonomia e kriminalizuar. Ai thotë se të gjitha të dhënat ekonomike flasin se gjatë këtij viti do të ketë rënje ekonomike. Duhet të pritet vërtet fundi vitit, të kemi rezultate statistikore të bazuara në zona të sakta dhe në rezultate të sakta dhe atëherë të pritet dhe të bisedohet për rritje. Mirë po në këto trende të paralajmërohet rritje 3% është diçka vërtet e cila kërkon maturi dhe jo emocione. Nëse në fund vitit bazuar në gjithë këto aktivitete politike, do të kemi një rritje e cila do të jetë e shnosh 2%, është një trend i cili vërtet duhet të synohet. Ekspertët thonë se vendosja e sundimit të ligjit që nënkupton lufta kundër korrupsionit, zbutja papunësisë që shkakton rrjedhimisht një shkallë të lartë të varfërisë, janë sfidat që do të karakterizojnë ekonominë e vendit. Ata thonë se ky vit nuk pritet të jetë i lehtë për ekonominë edhe për shkak të proceseve politike në të cilat është përfshirë Kosova. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë.